mbledhur gjykata kushtetuese për të shqyrtuar ankimimin që ka bërë kryeministri Edi Rama në lidhje me kundërshtimin që ai i bën një vendimi të SPAK për të pezulluar një zyrtar të shtetit shqiptar, konkretisht zonjën Balluku. Vendimi i cili nuk u mor as në datën 27 janar kur u lajmërua se gjykata kushtetuese do të mblidhte pra do të nxitej vendimi. Ndërkohë në datën 28 janar do mblidhej Këshilli i Mandateve, përsëri nuk u mblodh. Në informacionet tuaja, çfarë është duke ndodhur, zoti Berisha, çfarë është duke ndodhur me çështjen Balluku? Pyetja e parë. Tani do ta ndaj në dy aspekte. Çfarë tregon ky proces? Tregon tërheqjen zvarr. Se si Edi Rama tërheq zvarr dhe poshtron gjykatën kushtetuese. Gjithë kjo është dëshmia e parë e kësaj që ndodh. Ajo mori përsipër të shqyrtojë një çështje të cilën absolutisht nuk mund ta shqyrtonte pa kaluar në apel dhe në gjykatën e lartë. Dhe ajo po me urdhër të Edi Ramës. Ka caktuar deri tani 3 data dhe nuk e shqyrton dot, sepse Edi Rama e tërheq zvarr për turpin e saj. Edi Rama edhe një herë, që po të përdorja ca terma të lashtë, do ishte i gatshëm t'i shkrinte dhe plumë në vesh. Lubi Balluku dhe ta hiqte qafe, po të mos ishte se dosja e saj në çdo 3 rrjeshta, 2 janë për Ramën Osman. Këtu e ka hallin Rama. Edhe këtu e din qytetarët, e kanë kuptuar të gjithë qytetarët, se ky kujton qytetarë se janë njerëz që s'marrin vesh. E kanë kuptuar që të gjithë që ai ka hallën e vet. Hallën e madh. Prandaj edhe qytetarët ju e patë se si. Ju e patë që ishte 24 janari. Nuk dilte kur sa për Lubin, as të dera e shtëpisë. Po e dinin që është Edi Rama. Ai që po është kryesori në dosje dhe po bllokon drejtësinë. Kështu që protesta dhe vetëm protesta është rruga e vetme, shpresa e vetme, që shqiptarët i japin narkodiktatorit atë që popujt guximtari u kanë dhënë, atë që i dhanë dikur diktaturës parë, po atë që i dha Bangladeshi. Autokratës, atë që i dha Nepali, autokratit t'i japin Edi Ramës shqiptarë dhe sa më parë. Ajo është një sfidë, i poshtrim që u bërë shqiptarëve. Që unë ju vjedh, do t'ju vjedh, që për mua s'ka drejtësi, që gjykatën kushtetuese e marrë si një lezë zvarr e zvarrisë dhe bën ato që i them. Që këtu ligjin e bëj unë dhe ligji e kushtetuta janë letër e vdekur. Prandaj edhe do flasin qytetarët. Është koha e qytetarëve tani. S'ka asnjë surprizë. Ja u them unë ju, nuk heq imunitetin e saj, sepse ajo ja ka bërë të qartë. E merrin si kështu ju me si shakate kur unë thosha që ajo ka genin terrorist. Ka patur gjyshin vras serial. Po, nuk shkon ajo kurban për Edi Ramën, mos kujtoti. Ajo ka kryer krimin, po e ka kryer për Edi Ramën. Shkap. Ajo është doresi, po porosit që është Edi Rama.
që kemi të bëjmë me këte, pra kemi të bëjmë me një moment që vetëm populli mund të zgjidhte. Vetëm do të zgjidh populli. Do të zgjidhin qytetarë, do të provojë Edi Rama guximin e qytetarëve. Do të provojë Edi Rama se si guxon të thotë qytetarëve që u kam vjedhur do t'u vjedh. Po pse nuk e din qytetarët? Nuk kam dëgjuar qytetarë që Geron Meçe ka denoncuar Linda Ramen? Nuk ka një njeri që nuk e dinte. Se na merri gjysmë e tij më e mirë, na merri me tendra. Ndërhynte për kunatin, për vetë në vesë, ato parati ndalin bashkë me te jam të apo. Dhe janë qindra milion euro. Tani gjitha këtyre, ky do t'i mbyllin në këtë mënyrë, jo, qytetarët nuk pranojnë t'i mbyllin. Qytetarët do flasin me te. Dhe do vazhdojnë kjo. Kjo është rruga, do më thënë, tani nuk ka ndonjë, nuk ka patur situatë tjetër kur në Shqipëri. Ai duhet t'jap dorëheqjen me njëherë. Të largohet me njëherë nga qeveria, t'jap dorëheqjen dhe të krijoj qeveri teknike për të bërë zgjedhje. Kjo është e gjithë puna. Dhe të mos bllokohet drejtësia. Zoti Berisha, pyetja e dytë. Pra ju deklaroni se jemi përballë faktit që Edi Rama nuk e lëshon Belinda Ballukun, që gjykata kushtetuese nuk merr dot vendim sepse është nën kontrollin e kryeministrit Edi Rama. Deri ku do shkojë reagimi i opozitës, reagimi i protestave tuaja, dhe a nuk është pak në kundërshtim jeta parlamentare se ju keni deklaruar se nuk do të ketë jetë normale parlamentare deri në dorëzimin e zonjës Balluku tek drejtësia, ndërkohë në seancën e fundit që erdhi pas protestës së fortë që u zhvillua, ishte krejt normale çdo gjë. Tani nuk ka asnjë lloj lidhje parlamenti, themun. Parlamenti, Partia Demokratike është e tëra në protest tani. Është në protest. Dhe do jetë protesta. Dhe mbi të gjitha protesta qytetare, ajo që do t'i jap zgjidhje kësaj situate katastrofale që ekziston në Shqipëri. Kjo është përgjigja ime. Me zvarritin e procesit në gjykatë kushtetuese të çështjes Balluku, apo shkon majoranca në skenarin e djegjes së afatit 3 mujor që i duhet parlamentit kohë për të shqyrtuar akuzën e kërkesën e SPAK-ut? Anisa, kjo është një variant, por ju siguroj se në asnjë variant Edi Rama nuk pranon të heq imunitetin Lubi Ballukut, sepse e din që në 3 rrjeshta 2 janë për Ramën në atë dosje. E din se në 6500 mesazhe të paktën 4000 janë të Ramës në dosje. I din Rama këto. I din. Ndaj dhe është një mundësi ajo, po edhe sikur të mos ishte ai nuk heq imunitetin, atë mund ta largoj si zëdhës kryeministre, edhe rrin një personome në vend të saj aty, edhe njerë, mos harroni mbledhjen e përbashkët të qeverisë dhe të kryesisë, që e detyroi Ramën t'i mbledh në selinë e Partisë Socialiste. Mbrëm, pas një qëllimi, ajo e tërbur, kërcënoi secilin prej tyre. Si Taun edhe Spiro Palin, Spiro Gjoken.
e tjerë me radhë. Po, sepse i ka të regjistruar të gjitha ata jo. Me atë Oltjon Bistrin, që xhelati i sigurimit shtetit dhe Irena Gjokaj e nxorën ja kthyen pasuritë e krimit. I ka të gjithë në xhep ajo. Dhe ata ulin kokat aty si turpe. Dhe Rama që u thoshte, e kanë me mua, nuk e ka gja Belinda. Tani e ka fjallën populli, dhe vetëm populli. Klajdi Bodoj, Syri Televizion. Zoti Berisha, përveç protestave që